Zonja ishte një grua e mrekullueshme për mua. Ishte një nga gratë e rralla. Unë e respektoja tamam si motrën time. Tash se si ndodhi se di. Çfarë të themi më? Shefiti? Shefiti nuk e di. Konsumonte alkool? Jo, asnjëherë alkool, vetëm alkool s'përdor kur ai. I vetmi burr që s'përdor alkool. Mendojnë që ardha e djalit vogël nga Greqia ka qenë Mbase ka qenë problemi. Si ishte djali vogël, konsumator? Ai ishte një nga djalët më të urtë që se si ka patur problemet e tyre. Në momentin që ndodhi ngjarja ju si Jo, nuk isha në shtëpi. Isha ndër nga baktitë e mia. E dini që mbante armë në shtëpi? Jo, nuk e dija. Se janë të ardhur këto në fshatin tonë ata. Sa vite kanë? Po, mbi 20 vjet që kanë ardhur këto. Si njihit juve nga larg? Nga largu i kam njohur njerëz më të mirë këta këtu. Komshit më të mirë që kisha. Sidomos zonja. Zonjën e kisha tamam si motrën time. Me çfarë punësh merresh? Ishte moshe. Vetëm ajo mirësh me këto, me pularit, me këto, me të gjitha gjërat. Me kë jetonte çifti? Të dy vetëm. 9 fëmijë ata jetonin vetëm. Në emigracion. Kush ka qenë shkaku? Nuk e di. Edhe para 4 ditësh kanë patur një grindje. Po, e di atë, problem që ka patur një grindje, nuk e di. Të them që Pisa po thoshin që me ardhen e djalit një të tjerë nga emigracioni kishin lidhur debate. Idhin debate se më dëgjoj mua zotëri se të tër nuk e di, jo. Kështu thon, nuk e di. Masa ka lozur lloto, nuk e di se si. Kështu kam dëgjuar. Ka lozur lloto, gjithmonë ajo është problematika. Tash do më falni se